ditët e sotme, gjithnjë më shumë po kthehet në burim stresi. Me zhvillimin e kushteve teknologjike, vihemi në presione të mëdha, duke rritur kështu nivelin e stresit. Sipas ekspertëve të shëndetit publik, në Amerikë, rreth 90% e sëmundjeve kanë si burim stresin, ndërsa në Evropë 51% e punëtorëve përjetojnë situata stresuese në ambientin e tyre të punës. Të gjithëve nga ne u ka ndodhur të kalojnë një situatë stresuese në punë, momenti kur puna nuk shkon ashtu siç duhet dhe pritshmëritë janë më të mëdha, apo të ndjejnë presionin e kohës së limituar për realizimin e detyrave, konfliktet me kolegët, tensioni shkaktuar nga eprorët, mbi ngarkesa apo mungesa e komoditetit janë një tjetër burim stresi në vendin e punës. Varet nga profesioni, sa më mbi ngarkesë dhe përgjegjësi të ketë i punësuari, aq më stresante bëhet dita e tij e punës. Së dyti, afatet kohore, shpesh punojës të ndryshëm përdorin dhe terma të tilla si paniku i afateve kohore, sepse duhen të përmbyllen shkresat apo dokumentat zyrtare në periudhën në afatin e caktuar, në momentin që nuk ke kushtet e duhura, nuk të ofrohet terreni apo konteksti i duhur ku ti mund të ndërveprosh apo të sjellësh idetë tua dhe të kesh një produktivitet në punë, atëherë puna bëhet stresuese. Secili reagon sipas mënyrës së vet në përballjen me një situatë të tillë. Përveç rasteve kur stresi i akumuluar prej kohësh shkakton probleme serioze me shëndetin mendor dhe fizik të punonjësve, ka edhe raste të shpërthimeve emocionale të tyre, duke reaguar me zemërat ndaj kolegëve apo eprorëve. Kur nuk ka një komunikim mes kolegësh, mendoj që atëherë fillon dhe stresi, ose komunikimi me kryeredaktorët, ose është stresuese, sepse komunikimi duhet të jetë baza. Kur situata nxehet, nuk është asnjë i gatshëm ta përballojë ato situatë. Ngren zërin, fillojnë duke bërë, le të themi, ofenduar ose bërtitur me njëri tjetrin, por që kjo pjesë ndodh dhe është punë minuti, punë minutazhi, që mund ndodhi 5 ose 10 minuta, që ato mund të jenë prezent aty dhe ata që nuk e durojnë mund të largohen, ndërsa pjesa tjetër mund t'i shikojë dhe mund qeshin, le të themi. Dikon shumë në pjesën psikologjike ashtu dhe fizike të njeriut, sepse gjithë kohës ato e mendon ato pjesë dhe ka një demoralizim, le të themi. Sipas studimeve ekziston një listë me 20 profesionet më stresuese, ku punonjësit përballen me situata nga më të ndryshmet, ku gjithçka është e paparashikueshme. Sipas një sondazhi të bërë nga një kompani e huaj ku verifikonte 200 lloje profesionesh, ato arrinin në disa specifika që profesionet që sjellin më shumë stres apo që kanë një stres më të akumuluar, së pari përfshin fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore, që do të thotë marrëdhënie me publikun. Së dyti janë profesionet që kanë një natyrë të paparashikueshme, siç janë profesioni i zjarrfiksit, profesioni i kirurgut, profesionet siç është për shembull agjenti i shitjes, sigurisht një profesion tjetër i stresueshëm apo që shkakton stres është edhe profesioni i oficerit të policisë, sepse kjo varet nga natyra e profesionit të tyre, që do të thotë që kanë një natyrë të paparashikueshme, ato përballen me situata të ndryshme, me situata konflikti, me situata të cilat nuk mund t'i parashikojnë dhe kjo gjë shkakton stres në ambientin e tyre të punës. Përballja me situata të papritura apo tensionimi në vendin e punës ndikojnë në uljen e rendimentit dhe efektivitetit në punë. Stresi në punë, le të them që është më i madh në pjesën kur janë zgjedhjet, si ato lokale dhe vendore, për shkak sepse ka një volum gjatë gjithë kohës, duhet të ndjekur zona ku je nga mëngjesi deri në darkë. Unë dëgjoj shpesh nga kolegët që thonë bëjmë 4 kronika në ditë, dhe kjo është një ngarkesë shumë e madhe për një tetorarsh. Kjo është pastaj që konfliktet ndodhin mes kolegëve, jo ti duhet ta bëje këtë kronikë, jo po unë pse duhet ta bëj sepse kjo të takonte ty. Dhe kjo krijon një stres dhe një konflikt mes kolegëve. Në eksperiencën time të punës ka pasur mjaft situata stresi. Mbaj mend në vitin 2011 në një qendër sociale Madonina del Grappa në qytetin e Shkodrës, me qenë se unë nuk isha eksperiencë në sjellje dhe veprim me persona
me aftësi të kufizuar autik dhe me persona me sindromën Down. Kjo gjë mua më shkaktonte stres, sepse nuk dija si të reagoja apo të përballesha. Kjo ishte një situatë pikante gjatë eksperiencës time në aspektin social. Tani jam pjesë e administratës, jam larguar pak nga pjesa sociale, por sërish përkas aspektit të menaxhimit të burimeve njerëzore, jam brenda fushës dhe situatat ndryshojnë dhe ka strese të tjera. Në punë të ndryshme kanë strese të ndryshme. Rigerta Bakiaj, me profesion juriste, prej vitesh ka përqafuar fenë islame dhe gjatë eksperiencës së saj në punë ka arritur të kalojë çdo vështirësi me besimin në Zot. Pra stresi në vetvete përfshin atë gjendjen e ankthit se çfarë do të ndodh. Por në Islam e dim që ardhmja është në dorë të Zotit. Çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut. Nuk ndodh asnjë gjë pa dijen e Tij. Edhe një gjë nuk bie pa dijen e Allahut. Në këtë moment besimtari është i qetë me caktimin e Zotit. Dhe atë stres të akumuluar apo atë vështirësi që ka në veten e vet, munduhet që të biri të përputhet me atë që Zoti i ka shkruar që ta ketë rrisë. Qoftë kjo në dukje e keqe për momentin, apo jo në përputhje me ato pritshmëritë e tij, apo jo ashtu si ai do donte të shkonte. Dhe në momentin që ai e di këtë gjë, është shumë i qetë me veten e tij. Ka shumë dispozita në islame që profeti Muhammed alayhis salam i ka zbatuar dhe ka dalë nga situata shumë të vështira, që ka qenë strateg ushtarak, ka qenë udhëheqës shteti, udhëheqës feje, ka patur shumë role. Shumë pushtet, ka patur shumë pushtet profeti Muhammed alayhis salam. Dhe ka zbatuar këto rregulla, këto dispozita në fenë islame dhe ka dalë shumë i fituar. Kush jemi ne sot që mos ndjekim këtë rrugë, përdesa jemi besimtar. Ajo pranon se ka patur edhe momente tensioni apo ankthi gjatë punës së saj apo në marrëdhënie me kolegët. Megjithatë i ka përballuar me sukses këto situata me përkushtimin më të madh, duke dhënë një shembull të mirë të marrëdhënieve njerëzore dhe frymës së bashkëpunimit. Kam patur raste kur punoj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Aty isha në fillimin e besimit tim. Kam patur konfrontime me kolegët e punës. Përballesha me atë pjesën që bëja edhe punën, po shikoesha edhe me atë syrin e besimtares. Dhe munduheshin domethënë të më kapnin në pjesën e punës, të më gjeni edhe një gabim, si të thuash. Po për këtë falenderoj Zotin sepse në ato momente jenë përballë një tensioni sepse do të japësh më të mirën tënde, do të përfaqësosh parë Islamin dhe veten tënde aftësitë tua. Por në momentin që ti mbështetesh Zotin tënd, dhe thua me bismillah, me emrin e Zotit, dhe e bën çdo gjë për hir të Zotit, vetë Zoti i Madh të nxjerrë në shesh, të nxjerrë në dritë. Ti jep më të mirën tënde. Eksperienca tregon se një situatë stresuese në punë realisht është mjaft e vështirë të menaxhohet, për më tepër kur mungon edhe bashkëveprimi me kolegët apo kur hasesh me drejtimin e gabuar nga eprorët. Ndodh që eprori mund mos ta menaxhoj siç duhet situatën në punë, ndërkohë që vartësi e bën këtë gjë dhe ka një diskordancë. Mund të kesh një epror i cili nuk i përshtatet profesionit të tij, çka do e bënte dhe do e vështirësonte më tej punën e vartësve. Ekziston një proverb që thuhet njeriu i qetë gjen qetësi për vete dhe për të tjerët. Nëse një drejtues është i qetë dhe e menaxhon punën, e organizon, sigurisht që puna e tij do reflektohet edhe tek vartësit dhe mbarvajtja e procesit do jetë më e lehtë dhe më pak stresuese edhe për punëtorët. Por si mund ta menaxhojmë stresin në vendin e punës? Një humor më i mirë dhe shkëputja her pas here nga mbi ngarkesa mund të ndikojë në mbarvajtjen e procesit. Krijimi i marrëdhënieve të mira me kolegët dhe bashkëpunëtorët apo krijimi i kushteve komode në zyrë do të lehtësonte ndjeshëm gjendjen e rënduar emocionale, duke shmangur situatat stresuese. Ndërsa eprorët duhet të përmirësojnë komunikimin si një hap vendimtar drejt zvogëlimit të stresit të punonjësve, të stimulojnë dhe inkurajojnë ata si dhe të realizojnë trajnime të vazhdueshme, të cilat ndihmojnë punonjësit që të jenë sa më produktiv.